Andaj ata që e kanë hub Zotin, e kanë hub edhe gruan. Në përpjekje që jashtë udhëzimeve të Allahut Azza wa Jall me e nderu gruan, e kanë degraduar edhe më shumë. Çka po të degradim më të madh të ndërlozur? Çka po të degradim më të madh kur nga shenjat e nderimit të gruas është zhveshja e saj për reklam që ti më marr para. Çka po të më shumë të shtep, apo? Çka po të më shumë? Islami këtë e ndalon, s'ban me shit kështu më. Na duhet me e liru gruan nga ngulfatja e Islamit. E hajt qyshe e ke liru ti, pra, për shembull, bën me dal ajo në gjitha reklamat, me ushqit, me trupin e saj, që produkte me ecë për para këtë. A nuk është turp kjo dhe një? A nuk ka marrë që kjo? Me bo gruan konkurente në krejt punë të burrit, apo. Kërkohet nga gruaja me kone barabart me burrin, apo. Për me dëshmu lirin. Mirë, pse s'kërkohet nga burri me kone barabart me gruan? A keni një nërë qështu? Dhe kërkojnë barazi burat me gruan. Një s'ka dhe zë nuk ka shtatë. Për shumë do punë që i ka taku grus, për shumë kushtimisht edhe me që jenë buri i barabarën të apë. Edhe me dasht në shumë nga të smunët me kona të. Natyrshëm, Allah ka refuzuar.